Mirë, jemi rikthyer sërish në program me mua në komunikim të drejt për drejt, bashkohet gazetari i njohur Fatos Mahmudaj. Fatos, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt me mua në ora e fundit. Faleminderit juve, përshëndetje. Fatos, sot Berisha ka dhënë, le të themi, edhe kërcënimin final për drejtësinë, duke thënë se jo vetëm do e shbëj, por do rikthej në sistem ata që vettingu i ka shkarkuar si Gjingjoni, Arjan Doja apo Adriatik Llalla, pasi vendimi për shkarkimin e tyre, tha Berisha, ka qenë një akmarrje. Por Fatos, pse kërkon një gjë të tillë Berisha, kur në fakt reforma në drejtësi është vlerësuar nga Bashkimi Evropian si një nga pikat kyçe të vendit për sa i përket procesit të integrimit? Berisha edhe sikur të fitoj 100% të votime, pra të fitoj 100% votimet, nuk rikthen dot më në sistemin e vettingut në sistemin e drejtësisë ata të cilët vettingu i ka përzën. Nuk do të flas me emra konkret, pasi janë dhjetra emra konkret të përzënve nga vettingu, të cilët kanë gjetur streh te Berisha dhe te partia e tij në politikë. Pra, po pse thoni që nuk i kthen edhe nëse Berisha do arrit të fitojë në 11 maj? Sepse procesi i vettingut është një proces i cili është bërë dhe monitoruar mes të tjerave nga institucionet europiane si dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, drejtësia e vettingut, ashtu quajtur vetting, është një drejtësi e monitoruar dhe dirigjuar nga ndërkombëtarët. Pra, nëse Berisha do zgjedh që sikur të fitoj, pra, s'bëhet fjalë, kjo është shumë larg, domethënë sepse nuk ka përfituar gjithsesi, po edhe nëse do fitoj, pra, dhe të zgjedh për të rikthyer në sistemin e drejtësisë ata që kanë lënguar vettingu, atëherë ai e ka humbur, le të themi, përkrahjen totale të ndërkombëtarëve, pasi ndihma e pakursyer e ndërkombëtarëve ka qenë për sistemin e drejtësisë, ka qenë me monitorim me para punës, e dyta me praktik, pra kanë monitoruar, kanë dhënë eksperiencën, praktikën e tyre atë, dhe në fund fare dhe vendimet, pra decisionet e sistemit të vettingut janë decisione jo personale, por janë decisione të institucioneve europiane të cilat kanë investuar për bërjen e procesit të vettingut në Shqipëri. Megjithatë, Fatos, përveç se zhbërjes së sistemit apo reformës në drejtësi dhe rikthimin në fakt në këtë sistem të atyre që vettingu i shkarkoi, Berisha ka thënë se do bëjë edhe një reprezalje apo shkarkim pothuajse total në radat e policisë së shtetit dhe administratës publike. Por pse vijnë deklarata të tilla në fakt nga një njerëz që nesër synon të marrë pushtetin? Atëherë, Berisha ka pasur 2 herë pushtetin. Një herë nuk e ka bërë 8 vjeçarin dhe një herë e bëri 8 vjeçarin dhe e humbi pushtetin në mënyrë të turpshme. Pra, le të themi, një nga arsyet që Berisha humbi pushtetin ishte dhe politizimi i jashtëmase, i të skajshëm i policisë së shtetit. Pra, Berisha është mësuar që të përdor vetë atë rolin e bajraktarit, pra rolin e feudalit, dhe policia dhe gjithçka tjetër të jetë në funksionin e tij personal. Pra, Berisha nuk arrin dot të ketë konceptin e një politike dhe institucioneve të pavarura nga kjo politika. Dhe një nga institucionet e pavarura nga politika është policia e shtetit, është sistemi i drejtësisë, janë dhe ca institucione të tjera të cilat për Berishën këta duhet të jenë gjithmonë shtojc dhe zgjatim i segmenteve të kontrolluara direkt nga ai dhe nga politika dhe nga familja e tij. Pra, bashkëpunëtor të Edi Ramës i ka konsideruar sot Berisha pikërisht administratën publike dhe policinë e shtetit. Po ku është policia e shtetit bashkëpunëtor e Edi Ramës, sepse në të paktën sa herë të majtet kanë qenë në pushtet, unë e kam parë që janë përpjekur për të larguar sa më tepër institucionet dhe kryesisht policinë e shtetit nga politika. Por në kohën e Berishës së parë, pra flasim para 97-s, policia e shtetit
mblidhte kutit e votimit të Sali Berishës dhe i mbushnin vetë. Pra prodhonin kuti vetë dhe i mbushnin vetë. Shpresher, për shembull në zonat e fshatrave të Shqipërisë, nuk është se policia, nuk është se shkonin për të shoqëruar kutinë e votimit në KQZ, po që nga komisariati bën një kuti tjetër, i fusin votat e mbushnin të gjitha 100% për PD-n dhe vinë në dorëzonin. As e merrnin fare. Pra, kjo ishte policia. Bënte flas para 97-s. Pra po thoni që Berisha në kohën e tij ka përdorur policinë e shtetit për të vjedhur vota. Po, në zgjedhjet e 96-s, në zgjedhjet e 94-s, patjetër më burr. Policia e shtetit ishin ata të cilët vidhin vota, policia dhe shiku i famshëm i Gazidetës. Por nëse gjithsesi desha që ta vazhdoja këtë që nisa dhe po ju thoja që atëherë pra policia e shtetit ishte vetëm një zgjatim, pra ishte vetëm një zgjatim i Partisë Demokratike të Sali Berishës. Ndërkohë në 2005 Sali Berisha kur mori pushtetin gjeti një polici të shtetit e cila ishte larguar dhe kishte bërë goxha progres për të qenë sa më larg politikës. Dhe Berisha mori dhe futi ata emrat e inkriminuar, pra e mbushi me emrat e inkriminuar të tij dhe policia e shtetit në kohën e Berishës jo vetëm që ishte një nga institucionet prodhuese të krimit, po ishte edhe një nga ato institucionet mbështetëse të Partisë Demokratike që udhëhiqte vendin. Pra, më thuaj, sa kohë që Berisha ka qenë në pushtet, a kanë qenë pjesë të krimit organizuar mjaft le të themi efektiv policisë së shtetit, po gjithashtu kanë qenë pjesë të krimit politik vetë institucione përfshirë dhe policinë e shtetit. Pra Berisha nuk ka ditur të bëjë ndonjëherë institucione të pavarura, ka bërë vetëm institucione të varura dhe të varura nga Partia Demokratike e tij. Por megjithatë Fatos, shikoni ju, le të themi një kontradikt mes asaj që thot Berisha se do luftoj krimin dhe korrupsionin dhe asaj që bën në fakt duke futur në listat për deputet njerëz si Gjingjoni, Arjan Doja apo edhe të tjerë. Shiko, nuk doja që të flisja dhe me emra se ka dhe të tjerë emra konkret, po desha të shikoja si fenomen këtë. Berisha gjithmonë ka ricikluar dhe ka mbledhur figura të cilët le të themi për shembull të quajmë vettingun një institucion ndërkombëtar, pra të themi këta njerëz të cilët janë hedhur jashtë një sistemi për shkak të problemeve që kanë pasur, qoftë me pasurinë, qoftë me problemet me figurën e juristit e tjera, po Berisha nuk i ka kursyer këta njerëz për t'i ricikluar dhe për t'i futur në pjesën e politikës, pra për të larguar për shembull le të themi shqiptarëve nga institucionet si drejtësia dhe për t'i vendosur pastaj menjëherë në institucionet e tjera dhe çuar parlamentin, pra për çuar Berishës në parlament, për çuar shqiptarëve nga parlamenti për t'i parë. Pra, kjo është mënyra e funksionimit të Berishës. Qartë. Fatos, pavarësisht se ti ndodhesh jashtë vendit, ngjarjet politike në Shqipëri, unë jam i sigurt që i vëmendshëm dhe mendoni ju në fakt se tashmë që Berisha ka shkuar në Bruksel dhe mori atje mbështetjen e pakursyer të Vangel Dules, e ka të sigurt fitore në 11 maj? Po, mbështodhe Fred Bellerin. Pra, mbështetjen e pa diskutueshme të Fred Bellerit dhe të Vangel Dules, sepse këta të dy e kanë në dorë pjesën e politikës së shqiptarëve, këta të dy kanë në dorë votat e shqiptarëve dhe këta të dy e kanë në dorë mënyrën se si votojnë shqiptarët. Dhe sigurisht me këta të dy, me mbështetjen e këtyre të dyve dhe me bekimin e këtyre të dyve, Berisha ka përfituar. Është e sigurt kjo. Në datën 11 prill, në fakt, Fatos, Berisha pritet që të hapë fushatën elektorale, ku ka thënë se do jetë edhe Laçivita, një surprizë e hidhur për Partinë Socialiste. Por, a duhet Rama që t'i friksohet ardhjes Laçivitës dhe mbështetjes që ai do i bëj Berishës? Shiko, amerikani të cilin përdor Berisha, pra Laçivita, le të themi që është një nga ato figurat qesharake dhe të konsumuara nga politika, qoftë edhe ajo amerikane, qoftë ajo shqiptare. Pra Berisha ka qef të shes gjithmonë figura të huaja e kryesisht amerikane
Një lloj për shembull do të shkoj shumë gjatë, por do shkoja shumë afër tek Gërdeci. Baxhanakun e vet e njihte si John Amerikani dhe e shiste si një nga biznesmenët më të suksesshëm të Gërdecit dhe një nga ideatorët më të suksesshëm të Gërdecit. Ndërkohë Zoti Mehmet, kunatin e vet, nuk është se e njihte Berisha dhe nuk e njihte hiç fare, madje edhe pas vrasjes deklaroi që nuk e njihte. Ndërkohë John Amerikanin e njihte shumë mirë. Pra po flasim për të njëjtin person. Pra ky është Berisha që do që t'ju shes figura të konsumuara dhe figura qesharake t'i shesi për Flori. Por nëse Laçivita është një figure konsumuar dhe qesharake, siç ju thoni, dhe Rama nuk duhet t'i friksohet, a duhet t'i friksohet Rama, Vangel Dules? Këti po. Pikërisht, këtë dhe shatoja që Vangel Dules dhe Fred Belerit duhet që t'i friksohet dhe të paktën tani për të qenë pak serioz në to që themi, të paktën jo për të friksuar pjesës së politikës, po t'i friksohet pjesës së pandëshkueshmërisë. Pra, Fred Beleri arrestohet, dënohet në Shqipëri me të drejtë për vjedhje votash për një krim, dhe kjo është krim. Ndërkohë, Fred Beleri nuk preket fare për atë masakrën e Peshkëpisë vitit 1994 në Gjirokastër, pra për ekzekutimin e oficerit dhe 2 ushtarëve shqiptar. Pra, një kriminal i cili duhet të ishte me kohë me vakt në burg dhe duhet të ishte me kohë me vakt të ndëshkohej për atë krim që kishte bërë, dënohet sepse ka vjedhur vota. Tani, tek ajo pjesa jo serioze e kësaj bisede, dhe shatoja që Edi Rama duhet t'i ruhet dhe t'ja ketë frikën dhe Fred Belerit edhe Vangel Dules, pasi janë mjeshtra për vjedhje votash dhe madje Fredi është dhe i dënuar nga drejtësia për atë punë. Kështu që duhet të ketë parasysh Edi Rama të ruhet dhe të jetë vigjilent për të mbrojtur votat e veta, nga Vangel Dule. Pasi Berisha është përforcuar goxha. Po thoni që Rama duhet të ketë kujdes dhe të mbrojë votat pasi do ja vjedh Vangel Dule. Fred Beleri, kryesisht. Mirë, Fatos Mahmudaj, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Faleminderit juve, natën e mirë.